janë barrikadat e njerëzve të uniformuar, të armatosur dhe të cilët janë të pozicionuara asisoj që më shumë kanë të bëjnë për ta mbrojtur personin e uniformuar dhe të armatosur që të shtojnë mbi veturat që vijnë, sesa të mos lejojnë tejkalimin e automjeteve në anën tjetër të barrikadës. Pra me fjalë tjera nuk janë barrikada civile dhe KFOR-i ka kërkuar kohë, ne e kemi dhënë atë kohë dhe me që sonte është Krishtlindja, ne duhet ta kemi shumë shpejt pas Krishtlindjes një takim me komandantin e KFOR-it, unë si kryeministër, e në të cilën besoj që të sqarojmë gjithçka. Por kjo nuk mund të tolerohet kështu pafundësisht dhe tashmë u bën 2 javë e ne nuk mund të lejojmë që edhe javë të tjera të na kalojnë e të mos e kemi lirinë e lëvizjes. Pra, nga ai takim të cilën ne presim që ta kemi me komandantin e KFOR-it me njëherë pas Krishtlindjes, besoj do të sqarohet gjithçka dhe do të mund t'ju japim përgjigje.